Do t'ju lë pas pak kohë për kritikat që keni për të rritë, por të qëndrojmë të këtu. A i keni nxjerrë këto leksione për të kandiduar për zgjedhjet lokale, për shembull kandidatura e përbashkët që është një propozim dhe formul për të akumuluar që është zoti Krasiqi. Ne i kishim disa nga këto pika i kemi pas me thënë drejtën pa dashti i përgjegjësisë. Sa herë kam bërë një thirrje këtu që duhet të bashkoheshim që në këto zgjedhje. Në fakt e keni bërë, por gjithsesi rezultori ishte një objektivi pa përmbushur. Mora në SPAK, më 2 prej tyre shkojnë në SPAK. Balt, Sulm, u detyrova të shkojnë në gjykatë, se çfarë të bëja? Të mos flasësh, thonë njerëzit e pranoj është ashtu, të flasësh. Nejse, sa ko jemi në jetën publike, unë prap e kam thënë që në jetën publike jam për interesin publik. Kështu që uroj që ke nxjerrë mësime për ato që thotë zoti Krasniqi dhe pastaj të shohim se si mund të ecet përpara. Unë nuk jam kategorik për sa kohë jemi në këtë betejë për interesin publik dhe ka nevojë për ndryshim. Pastaj duan të vazhdojnë me qasjen që kanë pas, le të vazhdojnë. Ne do ecim përpara. Rezultati i këtyre zgjedhjeve tregoi që do besimi kryesor marrë ne. Dhe kjo nuk na jep arsye për të qenë arrogant, përkundrazi na jep arsye për të menduar që po bashkojmë sa më shumë vot antisistem, mund të prodhojmë një rezultat shumë të madh dhe ta imponojmë demokratizimin e Shqipërisë në një kohë më të shpejtë. Kështu që kjo mund të jetë përqasja juaj edhe për zgjedhjet lokale. Ne do luftojmë për çdo vot, t'i shtojmë ato me modesti, me punë, me ndershmëri, duke synuar të gjejmë element sa më të mirë në garë. E lehtë nuk është sepse këtu njerëzit janë frustruar në atë pikë sa kanë frikë të flasin e jo më të garojnë, por do bëjmë më të mirën që mundemi. Unë e kam thënë, e them gjithmonë, mund të ma marrin si kashiuk një pjesë, po është e vërteta e madhe. Domethënë, këtë punë e ka në dorë qytetarët, domethënë, kjo nuk është një në thonjza sporti që luhet vetëm. Nuk është shtangë që e ngrëti edhe... Qytetari duhet të iluminuar, për na janë fushatat zgjedhore, për na ka dhe instrumenta politike të fushatave, partit politike, për na janë të... që mundem, ne si ekip jemi munduar të paraqesim vlerat sa më të mira, por nuk është vetëm në dorën tonë, është në dorën e njerëzve kjo punë, domethënë, duhet me qëndru me këmbë tokë. Zoti Neza, në përqëmëritë tuaja, çfarë rezultati mund të korrin të rinjt në zgjedhjet lokale? Mund ta bëjnë diferencën, pra, a mund të jetë rezultativisht në kontrast me atë çfarë pam në zgjedhjet parlamentare? Unë dua të them që në fillim se ajo çfarë arritën partitë e vogla në këto zgjedhje ishte pamjaftueshme. Pamjaftueshme edhe në raport me premtimet e tyre ose me pritshmëritë e tyre, por edhe me pritshmëritë e publikut ndaj tyre. Praktikisht unë mendoja se do kishin më tepër sukses në votime, që do të thotë se këta kanë patur probleme dhe ato defekte që ne kemi përmendur për gjatë fushatës zgjedhore do të thotë se janë perceptuar shumë mirë edhe nga publiku. Dhe publiku nuk është ai do pritshmëritë pas kanë qenë gabim. Edhe publiku nuk është se nuk ka vu punë, nuk ka bërë në punë logjikën kur ka ardhur puna për të votuar partitë e vogla ose jo. Ndoshta është ajo që thotë zoti Krasiqi dhe pritshmëritë janë ndërtuar në mënyrë të gabuar ose perceptimi është përcjell gabimisht. Detyra këtyre ka qenë të ndërtonin pritshmëri të larta. Shumë mirë kanë bërë që janë përpjekur të ndërtonin pritshmëri të larta. Por fakti që qytetarët nuk e dhanë të njëjtën përgjigje siç pritshin ata vetë, do të thotë se kanë bërë gabime. Kanë bërë gabime të gjatë fushatës dhe mendoj se gabimi kryesor i tyre, përveç disa sjelljeve të cilat ishin meskine dhe miskinitete, jo vetëm nga partia e zotit Llapaj, po dhe partitë e tjera, nuk ishin të qartë në raport me qeverinë. Do të më lini që gabimet të diskutojmë pas publicitetit, sepse besoj meriton më shumë minuta. Pak sekonda shkëputje publicitare dhe rikthehemi për ta vjuar bashkë debatin.